Hapja e derës së mëshirës, e derës së shpresës. Një derë që Allahu s'ta ka mbyll, pse ja mbyll vetës? Derisa Allahu nuk na ka mbyll neve derën e shpresës, pse duhet robim ja mbyll vetës? Pse duhet mu përshtat me këtë gjendje të harresës dhe të gafletit në përgjithshëm që neve na ka kaplu? Kur ne e dim që Allahu është i gjithëmshirshëm, kur ne e dim që Allahu e ka derën hapur që ne mu këndell, ne mu zgju prej kësaj gjendje. Prandaj duhet vazhdimisht me përkujtu mëshirën e Allahut, nga se Allahu na ka ndaluar rreptësisht që na me humb shpresën në mëshirën e Tij. Ka thonë la tayasu min rauhillah. Kurse si mos e humbni shpresën në mëshirën e Allahut. Sepse nëse humbet shpresa në mëshirën e Allahut, pason dëshpërimi. Dëshpërimi është prej pengesave kryesore të zgjimit. Nëse dëshpërimi zë vend në zemrën e besimtarit, e ka pothuajse të pamundur pasaj që të zgjohet nga gjendja e përgjumur në cilën është, dhe nga heshtja shpirtërore në cilën është duke e përjetuar. Por kur ti vazhdimisht ja përkujton vetes se ke një Zot që është i gjithëmshirshëm, një Zot i cili po i mëshiron ata që po e luftojnë atë, si është fjala me mëshirën ndaj atyre që e duan atë, e besojnë atë, i aplikojnë mesazhet e Tij, e pasojnë të dërguarin e Tij, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Prandaj Allahu e ka zbrit ajetin e shpresës, ku thot kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, thuaj o Muhammed, robërve të mi, o robët e mi. Edhe Allahu me këtë term i ka përfshit gjithë krijesat e Tij njerëzore, pa ma parasysh se janë besimtare apo jo besimtare, pa ma parasysh se çfarë etnie dhe përkatësie i takojnë. Gjithë jemi robër të Allahut subhanahu wa taala, dhe i ka përdorur termin përkthjelës, o robërit e mi. La taqnatu min rahmatillah, mos e humni shpresën në mëshirën e Allahut. Pra Allahu nuk e ka mbyll këtë derë. Ne nuk kemi drejtë që t'ja mbyllim vetes. Qoftë edhe praktikisht. Nëse jo gojarisht, as edhe praktikisht nuk duhet m'ja leju vetes që na me mbyll këtë derë. Edhe nëse jemi në gjumin më të thellë, edhe nëse jemi në gafletin më të madh, prap duhet me kultivu shpresën në mëshirën e Allahut, duhet me kultivu shpresën e zgjimit, por paralel me këtë duhet edhe me ndërmarr shkaqet e zgjimit nga kjo gjendje.